Mas pore pa disë drejtorin e Gjevat Plona, i cili ma ka refuzua penzinë e djallit. Ai ja ka hjek njerin Kolic, i cili ja ka qit njerit në Francë që jetën, e që merr edhe penzi Francës edhe në penzi. Letë ma thënë dikosh një kome një dorë, dhe është i del djallit tem, unë me e knash si shakon. Edhe me atje ju në konë, ku është ministrinë atje, shënë edhe atje bëllë kur gjoheq. Vazhdo mos të dojë gjykatës, mos të dojë kryetari Hamdi Ibrahimi më kam premtu para vitit të ri, mas vitit të ri që të thrasëm, më ka thirë kërkush nuk bën gjendja ju ka kësu. Ne nuk mund të dalim ndim shpejt, ka landë shumë. Nuk ka shans që landa që ka ardhë në gjysmën vitit kaluar, vitin 2015, sikur se që është rasti tash me zonin Berisha, të vendoset mbrenda 2-3 muajve që vjen landa në punë. Sepse janë me mija landë që janë në punë para kësaj lande. Prandaj arsye pse është gjendja kjo, pse është vonuar i rast, është kjo dhe unë nuk është e vërtetë që asnjë individi që vjen te unë ti kem thënë se kjo do të kryhet brenda kësaj kohe. Unë mund të them se mirë të punë brenda vitit kalendrik vitit 2016 dhe sigurisht se kështu kam thënë. Tu llogarit gjendjen në cilën e kam pasë të janë, dhe kemi shumë kësa rastesh. Për ndryshe, lanë që vinë të ne, nuk është ky lajm i mirë që jap, por nuk ka shans që të shfrytëtohen brenda një periudhe kaq shkurt kohore, sikurse që insiston zonja Berisha, sikurse që po insistojnë disa sepse kanë filluar me përdor një metodë tjetër të presioneve, ndoshta edhe po i mëson dikush nuk e di, vinë para gjykatës, e marrin një letër e qesin përpara, thojnë unë jam grevë, unë protestoj, unë s'di çka. Nuk bën kurfar ndihme as protestuarit në atë formë, as greva, sepse ne nuk kemi kapacitetin me ecë më shpejt.